Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur vendimin ndaj tre të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt, një ngjarje ndodhur më 29 nëntor 2023 në fshatin Brëndic të Prishtinës, duke dhënë dënime të rënda për një rast që prokuroria e ka cilësuar si të organizuar dhe të planifikuar. Sipas vendimit të shpallur, Naim Murseli dhe Granit Plava janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokalla është dënuar me 30 vjet burgim. Prokuroria kishte kërkuar dënimin maksimal me burgim të përjetshëm për të gjithë të akuzuarit, duke argumentuar se vrasja ishte kryer në mënyrë të paramenduar dhe në prani të fëmijëve të viktimës. Mbrojtja e të akuzuarve i ka kundërshtuar akuzat gjatë gjithë procesit gjyqësor. Sipas akt akuzës, Naim Murseli dyshohet se ka organizuar vrasjen e bashkëshortes së tij me qëllim përfitimin nga një sigurim jetësor në Suedi me vlerë rreth 260.000 euro. Kushtrim Kokalla akuzohet se ka bërë lidhjen mes Murselit dhe Granit Plavës, i cili dyshohet se ka qenë ekzekutor i vrasjes. Hetimet dhe ekspertiza mjekoligjore kanë konstatuar se viktima është qelluar në kokë në distancë shumë të afërt, ndërmjet 2 dhe 5 cm. Sipas prokurorisë, Plava është paguar rreth 30.000 euro për kryerjen e krimit. Gjatë procesit gjyqësor janë paraqitur edhe pretendime për një marrëveshje më të gjerë financiare mes të akuzuarve, ndërsa mbrojtja ka kundërshtuar fuqishëm versionin e prokurorisë. Në një tjetër zhvillim të lidhur me rastin, gjykata ka dënuar më parë Tom Dodajn, i cili ka pranuar fajësinë për shitjen e armës së përdorur në krim, duke shqiptuar fillimisht 5 vjet burgim, dënim i cili më pas u ul në 3 vjet nga gjykata e apelit. Ky vendim po shënon një prej rasteve më të bujshme penale të viteve të fundit në Kosovë, i cili ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik për natyrën e rëndë dhe rrethanat e tij tragjike.